Dhe ja ku jemi kthyer dashurimisht te rubrika e kuzhinës, me që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe ende nuk është koha e iftarit, gjatë kohës kur ne po xhirojmë emisionin. Unë sot nuk do mundem me i provu ushqimet e Lenës, por do t'i marrë gjitha dhe t'i tërgoj në shtëpi në mënyrë që kur të vjen koha e iftarit t'i konsumoj bashkë me fëmijët e mi. Në ndërkohë, patjetër që du me ftu në skenë Lenën, e cila sot kam i sjell 3 receta të syfyrit. Hajde hyrem Lena! Do me thonë këto perdit t'ja japin atë ndjesinë e mbretëreshës e sultaneshës. I ka i dashuron këto perde Lena. Ma ka njep një imazh shumë të mirë mrapa kështu, edhe sidomos ajo dera ime personale kështu personalizume me perde. Po kanë shkruar Lena dhe këta të Visarit, për krejt ata që se din, perdet i kemi nga Visari Home. E më kanë shkruar dhe më ka thonë, as po ka Lena derë, a për një me po ka qenë me hika perdet tona, dhe që jo pi pëlqenë perdet e juja. Kështu që të perdet më duket edhe në shtëpi ke marrë. Po, bravo. Veç me pasat në ngrotësinë e njëjtë Visari Home, e kom lulis një farë forme edhe banesën, Me perdet e i kom tëre. dru për qef, kështu vetëm i pas Visarit. Absolutisht që po, edhe neve nga kanë japë një ngrotësi, edhe i kanë japë një ndjesim mikpritse tamam si në shtëpi kur të vjen mysafiri edhe ndihet i mirë se ardhur. Njësoj njihen shikuesit tonë me emisionin tonë, edhe gjithë është një prej komenteve më të shpeshta që e ndjim veten si me fol me familjarët kur e shohim emisionin. Po ka shumë rëndësi, mendoj se çdo stan e bukur jep energji të mirë, në momentin që kemi energji të mirë dhe reflektoj mirë dhe boj mirë. Edhe ti neve na reflekton shumë dashni. Nuk e di që kemi me kalu kohën dhe sa jem për shemb lindjes. Prej tash jemi të vajtu. Këtu kom e kohën, edhe sot dikëm si dorza. Inshallah.